gjithëve. Si që dhe jemi nëtuar, sot në datë 30/01/2026, mbajmë mbledhjen në radhës Këshillit Bashkiak, do t'i janë nga kryetari i Këshillit, në bazë të ligjit nr. 139/2015, ne jemi të të rendite. 1. Miratimi i rendit të ditës. 2. Shërtim dhe miratim projekt vendimit për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% për muajin dhjetor 2025 dhe propozimin e kritereve sipas BKM-s 597/04/2019 të ndryshuar. Pika 3. Shërtim dhe miratim projekt vendimit për miratimin e listës së familjeve të nevojë, përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme. Pika 4. Shërtim dhe miratim projekt vendimi për miratimin e listës së familjeve të pastërme në Bashkinë Klos, për veten subvencioni qeraje për vitin 2026 në të ardhmen mesatare vjetore. Pika 5. Shërtim dhe miratim projekt vendimi për shtesë të buxhetit në vitin 2026. Pika 6. Shërtim dhe miratim projekt vendimi për shfuqësimin e vendimit nr. 53 09/2024 për mënyrën e organizimit të agjencisë të funksioneve të patransferueshme në varësi të Bashkisë Klos dhe mbylljen e funksionit të agjencisë të funksioneve të patransferueshme. Pika 7. Shërtim dhe miratim projekt vendimi për një ndryshim në vendimin nr. 74 datë 29/10/2025 të numrit të përgjithshëm të punonjësve për vitin 2026 dhe zbatimin e pagës minimale në shkallë vendi. Pika 8. Shërtim dhe miratim projekt vendimi, miratimin e kërkesës, përbimin e procedurave dhe kalimin në pronësi të Bashkisë Klos, pronat që administrohen në Ministria miratim projekt vendimi, miratimin e kërkesës në pronësi të Bashkisë Klos, pronat që administrohen në Ministria e Mbrojtjes në territorin e Bashkisë Klos. Edhim në miratimin e kërkesës. Ka fundër? Abstenim? Vjojmë me pikën 2, shërtim dhe miratim projekt vendimi për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% për muajin dhjetor 2025 dhe propozimin e kritereve sipas BKM-s 597/04/2019 të ndryshuar. Disa vjetë. Përshëndetje të gjithëve, çdo fillim viti miratohet që për sistemin e ndihmës ekonomike të fondit të kushtëzuar deri në 6% dhe fondin e kushtëzuar për çdo ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin dhjetor 2025. Fondi 6% për muajin dhjetor 2025 për të ardhur në ndihmë familje me të ardhurat të pamjaftueshme dhe në kushte sociale-ekonomike të vështira, të cilat nuk përfitojnë nga sistemi i ndihmës ekonomike sipas kritereve të ligjit nr. 57 datë 18/7/2019 për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu bazuar edhe në VKM VKB numër 1 datë 28/2025 mbi miratimin e kritereve të dhënies së fondit të kushtëzuar për çdo ndihmë ekonomike deri në 6% mbi bazën e aplikimit për ndihmën ekonomike në sistem. Refuzuar për pamjaftueshmëri pikësh janë 64 familje të reja të cilat propozohen të trajtohen me ndihmë ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6%. Për muajin dhjetor, nga fondi i kushtëzuar deri në 6% përfiton 124 familje. Me këtë fond nuk mund të trajtohen familje që janë refuzuar nga sistemi për mos deklarim pagë, mos deklarim mjeti, mos deklarim pension, mos deklarim invaliditeti. Familjet që trajtohen nga fondi 6% nuk mund të trajtohen me këtë fond më shumë të 3 muaj. Pas 3 muaj rekomandohen që të bëjnë aplikim përsëri në skemën e ndihmës ekonomike. Kriteret Ka diskutime sa i përket pikës? janë kriteret. E kriteret thotë administratori i njësisë do të ketë një dosje për të aplikant. Do thotë të ketë një vlerësim social-ekonomik për çdo përfitues, kodat e ambientit dhe më radhë. Ai ka një administrator këto dosje për për çdo aplikant. Si kriterin e ekonomik. Për çdo aplikant, Ashtu siç i kanë edhe për ndihmën ekonomike, i kanë edhe për fondin e kushtëzuar për 6%. Ka diskutime të tjera? E kalojmë në votim? Ju lutem pro. Abstenim? Kundër? Vjojmë pikën 3, shërtim dhe miratim projekt vendimi për miratimin e listës së familjeve në nevojë, për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme. Sanie? Për miratimin e listës së familjeve në nevojë, për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme. Sipas ligjit nr. 22/2018 për shërimin social të ndryshuar, vendim nr. 334 datë 12/6/2019 për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar shërim sipas çdo programi social të shërimit dhe afaseve e procedurave të miratimit nga organet e qeverisjes vendore. Vendim nr. 332 datë 26/12/2024 për
procedurën e paraqitjes së kërkesës, afatet kohore, përgjegjësitë dhe rolet e përdoruesve të sistemit për përfitimin nga programi i trajnimit social. Qëllimi i këtij vendimi është miratimi familjeve dhe individëve në nevojë për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme. Në territorin e bashkisë vëret një numër i konsiderueshëm familjash e individësh që përballen me vështirësi ekonomike dhe pamundësi për të përballuar koston e përmirësimit të banesës së tyre. Kategori që kanë për parësi në programin e trajnimit social, përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese dhe zonave të papërshtatshme, sipas ligjit 22/2018 të ndryshuar janë: individ me statusin e jetimit, persona masi kufizuar, familje të mbetura të pastre për shkak të lirimit të banesave të inshpërore, të mutuarit, familje të policë të veteranëve të sivit, punojës të repartit të ndërhyrjes të shpejtës në NSH, punojës të repartit Renea, Tu i kena pas ne, 5 ditë i kena pas. Mos e lexo kot, se ti e rregull me këtë vendimin, ku jemi mirë tani kush ka pyetje për këtë diskutim. Ka diskutime sa i përket pikës? Do të lëvësh kot. Faleminderit. Ka diskutime? Mi ka vetë diskutime nëse do të ketë një diskutime, mos ka diskutim pra edhe kush. Ka diskutime sa i përket pikës? E pyetje një gjë. Për vendimi i ditës kaluar, çfarë pasën? Ka mbaruar ja, akoma nuk është në zbatim. Akoma nuk është përfunduar. Po, Si fillim përshëndetje të gjithëve dhe kryetar përshëndetje, Tesa nuk ishte personalisht për mua. Ajo është karrikja dhe pozicioni jote është përgjegjësi dhe jo privilegj. Kështu që unë të thirra personalisht dhe nuk kam një rast. Kupton? Atëherë, për sa i takon pikës, që po flasim konkretisht. Ne si ata këshilli kërkojmë që për vitin 2025, ato familje që janë përzgjedhur të përfitojnë nga ky rekonstruksion, në çfarë pike se procesi është i gjatë, fillim mbarim. Këto janë familje në nevojë dhe janë me plasmase për shtëpia. Na sillni kontratën e fillimit të përfundimit të banesave, edhe dosjet me marrë në proces verbal. Kush e ndjek, kush e monitoron këto që na japin një informacion të detajuar? Ku është procesi? Procesi do të ishte i përfunduar se ka lista e shtëpieve të tjera tani 35 banesave të tjera. Po si është? Kush e ndjek, kush e monitoron procesin? A ka hallë 2025 a ka hallë 2026? 2025. Ja, Mbaroj me 2025. Për 2025. Ne kemi është herë e dytë që na vjen kjo listë. Kemi miratuar një listë për 32 familje që është pasur në iniciativë. U përzgjedhen? Prit pra, ja do të dëgjoj. Po të dëgjoj. Nëse do më dëgjoj, nëse do pyet tjetër po gjejmë ne. Tani, investimi është i shtrirë në kohë për 2 vite. Për atë listë që kemi miratuar. Për vitin 2025 në masën 50% dhe për vitin 2026 në masën tjetër 50%. Dhe investimi quhet i filluar nga momenti i lidhjes kontratës dhe pasi ai sipërmasi merr lejen e ndërtimit. Ajo kohë që po zhvillon procesi i rekonstruksionit të banesave sipas ligjit të ndërtimit do të ministrar financimi për këtë. Logikisht 50% i gjitha banesave të jenë të përfunduara. Financimi nuk ka lidhje pjesa e përfunduar pjesë fizike inxhinierie në terren punëtorie të parë. Financimi si fillove këtu, nuk ka lidhje kjo listë me 2025, kjo është listë 2026. Ministria atëherë ka sjell 50% ta financojë projektin në 2025, se ka në 2025 dhe 50% në 2026. Po pra nuk ka marrë po të them, sepse nuk ka marrë kontratë. Po të dini edhe ti tjetër që do vi të lidhje me çarria të hapura apo? Do kontratë të tjera. Nuk do bësh themele, nuk ka. Po pra është çati. Shumë mirë, ai sipërmarrësi që mund të ketë marrë prokurimi sipas ligjeve të APP-s, në një moment kërko pezullim të punimeve për shkak të kusteve atmosferike. Dhe këtë sa jep drejt, ta thotë as ty as tuve ato. Po pra po, ne do të kemi një se çfarë është i kujtuar nga ana financiare. 50% e projektit të 2025 është përfunduar, pasi është likuiduar 50%. I vitit 2025. Financimi i përfunduar. Çfarë kemi marrë ndërtim?
Po 5% pra ishte viti 2025 që do përfundoni. Patjetër që janë situacionet, për 50% që janë situacionet. Tani, mos bëni ngjyrime edhe artistike këtu. Unë kam informacione të sakta që banesat janë të hapura edhe procesi është zbaritur. Po ku qëndron problemi? Qëndron te kontraktori që nuk ka qenë korrekt, atë pjesa juaj që s'keni bërë pagesën tek subjekti privat. Ku është problemi të këtij përgjigje jep kryetarja e bashkisë? Përgjigje dhe jep një urbanistik atajë. Mareta të lutem. Po, më Ka thonë. një pyetje Diana për Po. Drejtori i pyetjes. Në vitin 2025 Po. sa banesa 32-35. banesa, po, kanë përfituar përfitimin e kusteve. Okej. Ne duam të dimë ku projekti në çfarë sa banesa janë marrë në dorëzim dhe sa kanë Asnjë banesë nuk është marrë në dorëzim. Ka filluar punimet me 9/10/2025, janë mbezulluar me 24/12/2025, objekti është në progresivitet dhe asnjë banesë nuk është marrë në dorëzim. Në momentin që e gjithë projekti mos më bëj recitim. Atëherë të Jo, lutem. por kushtet atmosferike. Dëgjoj Por arsye të kushtet atmosferike. Nuk mund të shkojmë të hapim banesat e qytetarëve për t'i lënë ata në shihe se në patur stokë. gjithkohën e pranverës dhe verës para. Nuk kemi patur gjithkohën e pranverës dhe verës para, sepse projekti na është miratuar në qershor, bëhen të gjithë fazat ku ai projekt kalon në oponencë teknike në leje dhe në tenderim, pastaj vazhdojnë punime. Në rregull? Korrekt. Pra, ka secila fatat. Po, ka secila fatat. Nuk do bëni themelën për rekonstruksion, Po nuk do bëjmë, po vetëm me atë shuaj, do kaloj në këshill teknik, do kaloj oponencë teknike, pastaj do vjen Po vjen gjëra 35 banesat e tjera kanë radhën këtu tani. Po, s'ka si problem, është e njëjta procedurë. Jo, nuk Po është. patjetër që është e njëjta procedurë. Më gjej me vetëm me liç kur nuk është e njëjta procedurë. Vetëm me stafoni këtu edhe Po ligjë. Urdhëroj tek lista e sotme. Asnjë banesë nuk është në dorëzim. Dakor? Po si ka dorëzim pa marrë projektin? Janë me plasmatë çatia Po nuk merret në dorëzim pa marrë projektin. Por sa ko kushtet e projektit kanë thonë, nuk merret në dorëzim. Nuk e di se se ke pa në zë. Po ne njoftu, një shtëpi që është në Kurbar, është bërë në mënyrë të mrekullueshme, vazhdo për veten time i falenderoj ato që e kanë bërë këtë punë. Faleminderit. Janë invalid, janë bërë në mënyrë të mrekullueshme. Tani ato çdo gjë ka punë nga. Patjetër. Unë për vete nuk e besoj që apo shtëpia ndi më e mirë se sa e mia, Jo. edhe e lënë si merat e Jo. pastë. Por to unë e di që gjithçka po bëhet në mënyrë të rregull. Tani koha kjo. A vazhdoj me listën e sotme? Keni diskutime, Për zonën e Një situacion e postë në për terren, dakor? Keni diskutime për listën e sotme? Diskutime të tjera? Po sa dhe më shumë janë demokratë. Po çfarë demokratë? Po çfarë Edhe në votim. Ju lutem pro. Kundër. Jo me pikën 3 me pikën 4 të ditës. Shëtim në miratim për ekzendimi për shtesë në buxhetin Shëtim dhe miratim për miratimin e listës së familjeve të pastreja në Bashkinë Klos për efekt subvencionit qiraje për vitin 2026 me të ardhurën mesatare vjetore. Sanie? Për miratimin e listës së familjeve të pastreja në Bashkinë Klos për efekt subvencionit qiraje për vitin 2026 me të ardhurën mesatare vjetore. Në zbatim të ligjit nr. 22/2018, datë 5/2018 për shtrenjën social të ndryshuar, PO5, neni 33, 37 të vëshëmës 362, datë 29/5/2019 për kriteret e dhënës së subvencionimit të qeras për kategori që do zënë përparësi në subvencionimin e qeras në kohën e tij, nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe mënyrën e llogaritjes së tij. Me vendim nr. 384, datë 12/6/2019 të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar shtrenjim sipas çdo programi të shtrenjimit social dhe afateve e procedurave të miratimit nga organet e vetë qeverisjes vendore.
të VGM-s numër 459 nga 3/7/2019 për rregullat dhe administrimin e kërkesave të ligjerisë së veçëverisë vendore për fondet nga buxheti i shtetit për subvencionimin e qerat. Mënyrën e llogaritjes së subvencionimit, monitorimit dhe bashkëpunimit ndërmjet njësive të veçëverisë vendore dhe Ministrisë Përgjegjëse për shtrenjtë. Ju informojmë se qëllimi i këtij projekti vendimi është miratimi i subvencionimit të qeras për familjet dhe individët në nevojë, me synim përmirësimin e kushteve të jetesës, garantimin e së drejtës për shtrenjim të përshtatshëm dhe parandalimin e rrezikut të pasigurisë së shtrenjimit. Në territorin e bashkisë, vëret një numër i konsiderueshëm familjesh e individësh që përballen me vështirësi ekonomike dhe pamundësi për të përballuar qerat. Kategori që kanë përparësi me subvencionimin e qeras sipas nivelit 34 të ligjit 22/2018 ndryshuar janë: individ me status të jetimit, persona me aftësi të kufizuar, familje të mbetura të pastre për shkak të lirimit të banesave të ish-pronarëve, të moshuarit, familjet e policë veteranëve të detyrë, punonësit të repartit të ndërhyrjes së shpejtë, punonësit të repartit të RNEA, emigrantët e rikthyer, familjet e komunitetit rom dhe haitian, viktimat të trafikimit, vajzat nënat, individët që i përkasin komunitetit LGBTI, të miturit me konflikt me ligjin, punonësit e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, familjet e reja, familjet në më shumë se 4 fëmijë. Familjet të kemi lecuar, po mos kemi po fillojmë konkretisht të t'i shqyrtojmë i çik. Faleminderit Sania. Ka diskutime? Po desha të bëj një kërkesë personalisht, me qenë se nuk e pash në listë dhe fakti që ai ishte shumë në nevojë, e kemi lënë për rastin të diskutojmë një shoqat i bëjmë dy dhoma, Alin Mati nga Beni, po desha të përfshihet në bonusin e qerat, derisa ne do që ai të dalim me një ambient me qera, derisa ne t'i mundsojmë një banesë për çfarë jetojmë. Dhe më thonë kalojme ndryshime një në shtetë, si bie Po Edison? Edison, siç do vjen komisioni që me bonus dhe qeras dhe shumë për të dëshiruar. Kisha dy pyetje për Sania. Sa përveç tyre që 11 që janë punë ligjës, sa dosje kanë aplikuar dhe janë përfunduar dhe cilat janë arsye? Pyetja e parë. Pyetja e dytë është ka kanë 112 që kanë përfituar. E keni verifikuar ju? Në vërtet ka kanë bërë një kontratë qeraje. A është pëngurë të banor të familje në këto banesë që kanë bërë me qera, apo thjesht formalitet? Janë shpëngurë. Nga konosioni ka mund, pak 95% tjerë të një kontratë qeraje Sa familje kanë banesë në rrezik shenjë dhe ne i kemi mbështet për subvencionimin e qeras. Në momentin kur subvencionimi i qeras të financohet nga ministria, absolutisht po. Dhe pra keni, e keni verifikuar që këto familje në vërtet janë shpëngurë të banesë që janë bërë me qeras? Absolutisht pas alokimit të fondit të shpëngurën nga banesë. Po. Pyetja e parë, sa dosje që kanë aplikuar dhe nuk janë pjesë të kësaj liste për të? Pjesë të listës nuk janë 34 familje, të cilët janë refuzuar për shkak se kanë pas një fakt shumë të lartë dhe sipas llogaritjes kanë aftësi përballuese për ta mbyllur pjesën e fondit, pagesën e bonusit të qeras, ndërsa përfitues janë 120 familje. Keni një herë Nga informacion që kam në këtë listë, Palëceta e Majkamonit që se do një organism për verifikim, që janë përfitues të këtij bonus qeraje, vërtet kanë një banesë në territorin e Bashkisë Plos, kanë pashpërtim në territorin e Bashkisë Plos, projektojnë që orë të onë, tonë Tiranë, orë të Durrës, edhe ju i keni sjellë si përfitues në këtë. Nuk jam mund të aktuar edhe to, por ma mirë veç disa familje të cilët janë të kategorisë dhe verifikoni që e kanë të nevojshme të lëvizin për në Tiranë. Jo, njerëz që jetojnë në Tiranë tani. Jetojnë në Tiranë, kanë pashpërtimin në Plos, por që jetojnë në Tiranë dhe Tiranës në Durrës, ju i keni sjellë përfitues. Nuk jam puna që të mojnë në ato. Vërtet këto kratë që patën që i keni Janë vetëm kategoritë që janë me diagnoza shumë të si ka qenë Tiranë, jetojnë në Tiranë, nëse nuk përfitojnë dot bonus qeraj në Bashkinë Plos, kur jetojnë në Tiranë, Durrës apo në Kamë. Dhe që se doni të organisë listën se mos thoni se vërtet. Në këtë listë përveç këtyre tetë tash që e di unë, nëse ka të shumë. Në këtë listë keni emër që kur familjarë që është përfitues pra jeton realisht në territorin e Bashkisë Plos,
por anëtarët e tjerë, që janë djali, nusja dhe fëmijët, i kanë një shteti, edhe ju një dhënë bonusiraje, gjëja i bëjnë 5-6 anëtarë, por në vërtetë është një anëtarë që jeton realisht, qeverikatët bëjnë gjithë si e time. Tjetër, në të gjithë kemi emra që jetojnë me emrin shqiptë të rejtë të në ju, jetojnë me prindri, po thjesht janë i darë në jetë civile, kanë një qevikat familjarë në vete, kanë morë me qëra gjëja shpinë e babaj dhe për në vetë që kuptohet në të vërtet, edhe të të një bonus qëraj, dhe kjo është pa drejtë. Ti jeton në shtëpi dhe nuk morë bonus qëraj që kur jeton të babaj jotë. Kjo është dhe keni nëmë kontrat e kalë në që kuptohet. 28. Do t'i sari mi për një. Edhe do sjellin të shembull live tani, po vazhdosani janë mbaroj. Po, vazhdoj di të gjithë janë familje që janë më në nevojë. Janë familje të cilët kanë pjesëtarë të familjes, pjesëtarë të familjes me diagnoza shumë të rënda, siç është dializa. Kto janë trajtuar nga ne, rastet që janë trajtuar. Kanë familje të cilët kanë Po merë të një nërë për një vota me eqe marnizë, në si një turp si vini. Se je ata shqimi dhe do të mbrojshin të interesat atyre që kanë votu të Si ka, një si ati, ka arme po kërkesë nuk ka të punë. Punën e vetë, po shprit një sekundë, sa një i gjini, si baki gjini, Amarenta Mirdita, Silvana Bala, Freskita Rikur. Jam 5 veta, pa komisioni, se su me të do një, po pra si për që nga më një, po se me do një, po ka më një, Se cili ka diçka, apo të vazhdojmë se cili. Claudiana, ju lutem. Vazhdo tani. Ke gjë tjetër për të ato Më falni për informacionin. Ju lutem. Kërkoj Ju lutem ndjes, se dëgjojmë po të gjithë. unë jam një çik impulsive dhe kur shikoj kështu gjëra pa drejtësi, Të mos e bëni kuj që dajmë përgjigjet e dhura se cili. Vazhdoni. Do t'i sjell këtu tani. Po do të filloj me pika. Ani vetë lutem. Atëherë e listë, tani do të pyes ty. Prit. Kam barë në pasasë tonë, kemi konstatuar. Jemi një drejtori. Po Claudia, me drejtoj unë mbledhen ju. Të lutem. Po pra s'po drejtoj. Po nuk mund të push dikujt në përgjigje të kjo. Të lutem. Të lutem. Edhe ato ndërpreva dhe ty. Ju lutem. Të përfundojë edicioni dhe vazhdojmë të radhë. Është parë me përparësi familje që kanë të sëmur. Është parë me përparësi ato që janë me dializë. Ato në të vërtetë mund të shkojnë 2-3 herë në Tiranë. Mund edhe të qëndrojnë në Tiranë. Këto kategori janë parë me përparësi. Nëse është ashtu në ndonjë rast Suficiencë venale ma mbani mend se kemi dhe dokumentë. pastaj do mund të kenë qenë banesa të cilëve nuk ju mban as rekonstruksioni. Për këtë arsye janë futur te kjo kategori tjetër. Nuk ka asnjë lloj përfituesi Asnjë kundërshtim shnemi. Shumë mirë. Pikërisht, prandaj Unë kam pyetje dhe kërkesa tjera. Po edicion, ta përfundoj edicionin. Çfarë kupton me konceptin familje një prindërore? Ose që Po dhe ti se çfarë do të thonë të shpjegoj jo. janë prind. A jeni sigurt që të gjithë termat që keni familje një prindërore, për 14 dosje, Po, të 14 kanë një prind? po. E sigurt? Po. Nëse nga këto 14 dosje, të dy të shërkat familjare nuk kanë. Asnjëra nga këto dosje pra nuk kanë dy prind, unë e di mandatin e shqiptarit,
por të ditë mbash për një ligjore nëse kam 14 dorësi që kam përfitimin se pas kategorisë për familje një prenderore. Unë jam i sigurt që gjithë profesionalët jo prenderore janë verifikuar në bazë të certifikatit familjar që ka. Nuk ke shkruar sigurt. Ja, si ke certifikat. Të them, jo, dakor, ata themi po jemi se Bashkë familje do do të kemë certifikat sot atë. ne kemi për ti se një mirë të të mirë. Janë në rregull dhe kanë marrë një mirë. Tani, preti për verifikim. Jo nuk të dosja të themi, po kjo sa e dosje ty nuk të del me 2 prind. Atë e marrë elementari këshilltarë gjithë. Në shtatë. A do të verifikojmë kemë? Ajo fillon me 2 prindër, po. Janë me 2 prind. Që të arsye të propozoj që ky projekt vendim të rishikohet dhe një herë tjetër ta merrem me fuqinë. Po çfarë më thini ato? Jo më shumë se sketchoj. Ne po dëgjoj me qetësi. Se po çore. Se ke dëshirë çof? Jo. Kemi ngel çdo vit për të njëjtën gjë. Kjo është shtresa më vulnerable. Shtresa më në nevojë që të bësh patërci këtu, është më kat. Dakor? Mirë se anën ligjore shumë herë keni shkel me 2 këmbë. Po të shkel dhe anën njerëzore, po këtu është e pa tolerueshme. Dakor? Më dëgjoj më vëmendje. Sanie, nëse ke ka futi, këtu e ka kambuar. Nëse e komandu ka dikush tjetër, prap pranoje. Ne kemi pasur të gjitha kërkesat që na kanë. Okej, prit. Të kemi shqyrtuar. Më dëgjoj më vëmendje. Sipas kritereve. Konkretisht, unë do flas me emër me numra rëndor, nuk do të përmes emra familjesh për e ti këtu, dakor? Ti mi argumento. Do flas me numra rëndor, e ke listën aty. Atëherë, si fillim, me 21/11/2025 nga vetë ju këshilli, edhe nga zyra juaj, është bërë një mirativ I vlerës së qeras për apartamentet, banesa në Bashkinë Plos për të gjithë kategoritë e strukturave të banesave si më poshtë. Dhe konkretisht, jeni referuar vlerës së tretë. Më dëgjoni me vëmendje. Apartament gazoniere ka vlerën 100.000 lekë. Apartament 1+1 150, 2+1 170, 3+1 200.000 lekë. Mbarua me këtë që keni miratuar për vetë ju. Dakor? Ja ku është. E kam prituar, se unë kam qenë pjesëmarrëse, herën tjetër. U kërkojnë ndjesë atyre votuesve dhe në fakt duhet jemi të përgjegjshëm për atë që çfarë na kanë votuar dhe jo të bëhemi palë me po flas më duke, po I referohem konkretisht shqetësimit. Po e marr dhe si të mirëqenum këtë listën. Sikur të gjithë këto kanë nevojë dhe nuk kam pse të përjashtoj njërin. Po e marr të mirëqenë që ti këto pikëzimet sipas këtyre tabelave që ke, I ke dhënë në rregull. Nuk kam asnjë prejtje. Të gjithë e meritojnë dhe janë që një ke kriteret e pikëzimit që janë kushtet e strehimit 25 pikë, kushtet familjare 25 pikë, kushtet sociale 25 pikë, kushtet ekonomike 25 pikë dhe në total ty të bëhet 100 pikë. Dakor? Pastaj vjen faza tjetër, mënyra e vlerësimit dhe llogaritjes. Okej, je referuar kësaj të tjera. Tani, marrim konkretisht listën. E keni në dorë listën? E keni në dorë gjithë? Kretarja e ka në dorë. Fillojmë me numrin 13. Ja, mere, nuk po në mesin e emër, vetëm me numër rëndor, dakor? Familja me të ardha të ullet dhe përbëhet, është mendime ekonomike, me një person me aftësi të kufizuar, përbëhet nga 4 familjarë. Tani, e dashur, numri familjarëve do përkojnë me sipërfaqen që keni garatuar dhe me vlerës vetë ju këtu. Dakor, kryetare? Jo, Prit,
ti do shpreh për një sekond, më lër deri këtu. Tani, kjo është një familje me 4 anëtar. Dhe ti jep lirë 100.000 lekë para me një gazonier. Po si do strehon 4 familjar me 100.000 lekë? Atë ka më në kontratë. Një sekond. Atë ka more, ka bo, veç kontratë. Vlerën e vendosë ju. Jo. Një kontratë qëra marti me qëra. Ka aplikuar dhe në sistem. Është në sistem. Ej, të gjojni Klodianën dhe i në kumë, se Të ta thot vetë. Pritë, mos i dërgjit, ta thot vetë. Një sekond. Shko tek numri 29. Ki ku pra vetë, du të dojsh dhe me thonë. Jo, nuk është tjetë fare. Një familje me 4 vetë, ju e futin e gazonjere, dakor? Pa, të ka marrë, Dakor? Jo. Jo, mos pojë atë, sa Shumë pojë. mirë, mund t'i thoni. Pallat e Se ti brigadës. do të nuk ka informacion ai. Do të nuk ka informacion. A e gjenë vetë të tre qëra maksin. E gjenë vetë qëra maksin, a i se a gjenë vetë. To përspallat janë fiktive më shumë. Po, janë fiktive kontrata, mos kapi mas qikrimave, dakor? Tu zjellë rastë tjetra ty live, dakor? Ta shpusim sekretare nga bota i reale, nga rrjetet sociale dhe ta ballafaqim me realitetin, dakor? Po, prit, një sekond. Jo, s'mira kozë miq. Jo, atëherë, një sekond. Familj 62, shkote, o, mbaj, te 54. Ndalojnë në 54. e kishe një tjetër. Prit se kemi shumë për diskutu. 54 është familje me 7 anëtar. 7 anëtar që ti te kushtet, ha me i qik tu? Një sekund. Një sekond. Një sekund. E keme prioritet. Familje të më shumë se 4 fëmijë kanë 7 pikë dash. Dakor? Edhe pse është me prioritet, është përfshim e ti. Një sekund. Po pra, po ka 7 anëtar. Si do ta strehosh ti me një apartament 1+1? Klodiana, a një qarë nga kontrata apartamentën e... Lera që jetë ti? Po ata apartamente ka marrë zonja. A të flasëm pak, të zotë një sekund, të flasëm për kaj. Mos më të prit, të mbaroj dhe. Po ta mërë pra unë. Jo pra, se ka Unë kom kjetë me pas shpitra e klatë që përsa një Jo, zgotë. nuk është qëllim jashtë. Jo. Kërbja, Se puna ma është shumë se kësaj. në shalon për shpja me kja këmë këtë. Nuk e kam iden aty. Por një që panesa 54 metra. Jo, prit një sekund, prit. Jo, nuk po e kuptoj. Jo. Unë du të daj. Gjopa, a i ke paches, nëse ka bashkia pallat social, që gjenë basë shprimbe. Për që është rejtë, nëse ka pallat social, i shumë me hyrin basë familje. Tyre që janë në nevojë, do i trajtoni me lëmosh, me 100.000 lekësha, apo do i trajtoni me dignitet, aq sa është vlera e tregut, që ai mori një shtëpi dhe të jetoj si njerëz. Atëherë se mund lista. Jo, se ke Para se të bëhet kjo lista, ka një vendës është 10 familje, 10 fëmijë, edhe 10 pjesëtarë. Ko e gjithë? Ska gjithë shpirë e këtë janë matë malë. Po, një sekund, po. Po, mëse prandaj ka shku punët kështu se kemi ardhur dhe ne këtu, kemi ngrenë dorën. Po, shpirë dy dalë, po se mene me dalë, se të bëjë shpirë. Si? Ky është me... Dy dalë e kemi dy më është familjar me 10 pjesëtar familje. Në konserv do i futi shta sardine, do i Mos u me rast se për pak i fillon shtëpi e re e Britanit. Po, flas për konkretisht. Një familje me 10 anëtar i ka dhënë gazonjere 100.000 lekë. Po, Klodiana nuk e gjatë fare në publikin që Tani e kaloj me një qenë ka qartësia ka qëtu ty, po se kupton. Sania, ke familjet e refuzume, të dashur, ke nuri e reqin aty? Po. Përse ke refuzuar? është me ndim ekonomike, është trajtuar disa herë, me tim në blokë, dhe ti mos e të fitu. Ashtu, a? Po. Po, Nuria ka dhe një vjehet, hajnë reqi e dashur, unë dhe kryetarja kemi punuar vina, ne njohim shumë mirë, ke dhe një të moshuar që e ke lënë pas 3. Dakor? Tashun, prit se kam dhe më. Se do ansjell këtu. Kjo ka ardhë që dosja, jo zonja, prit pak? O, Klodi, kjo dosje është, Klodi.
lodhi fare, e kemi këtu. Hajde Nuria. Hajde këtu me mu. Hajde Nuria, hajde. Nuria është pika e diskutueshme tani. Hajde Nuria, hajde me mu, s'ke emocion dhe turp fare. S'kam turp këto që t'kanë përjashtu nga lista. Hajde tu. Ku e ke dosjen? Tire dosjen. Hajde, kjo është zonja Nuria Reqi. Është një e përjashtuar nga lista e të pastreve. Dakor? Është bashkë me vjerën. Ka dhe një të moshuar që e ke dhe gdisur. Nuria, hajde këtu. Deri sot Nuria është Prit, se do të bëjmë një lidhje. Nuria, ullu këtu dhe mos u shqetësoni. Do na fal shpako. Nëse që duhet të arë. Karike një tjene të përkoshme. Dakor? Janë të përkoshme karike. Jo më ju s'dune parë, se jam e paqartu. Të paqartë jeni ju. Ta nxjerrim atje, s'ka që se s'ka. Bile dhe ullu atje të lutem. Të ulesh atje, ma e në dosën atje. Edhe du të Kaloj një karike dhe ullu atje se ka karike. Ja ku e ka këtu. Edhe të qëtë të mandje. Atjere, bëjmë një problemi, pastaj të flasë me vetë. E them që e kam përjashtuar, a? Ja, në vitin 2019, nga tërmeti i parë që ka rënë, është dëmtuar shtëpia. Dhe nga përsërbali i parë që është bërë, e pa banueshme. Nga 2019 deri 2023, kjo është trajtuar vetëm me 600.000 lekë që është dhënë nga bashkia, nga kjo periudhë. Nga 2023 deri 2025 është trajtuar me një bonus 100.000 lekë, edhe ai është refuzuar 3 herë kërkesa. Nuk e di çfarë kriteresh nuk ka treguar ajo. Pastaj, në këtë vit 2026 e theve vetë pohove që e kam përjashtuar. Dakor? Arsyeja e përjashtimit është përjashtuar. Dhe ta nuk është në listë, është përjashtuar. Dhe këto familje të cilët banojnë me qërave në Tiranë dhe nuk kanë një diagnozë që i përshkruajnë. Diagnoza është insuficiencë renale, edhe unë dhe kryetarja e njohim se si pacient. Ju e edhe vjerën asa. Në dokumentin tek zyra e kam dosjen. Nuk ka sjell asnjë dokument që justifikon që Nuria, një person ma aktivizuar në... Të pare, qoj e foljerë të E dëgjojmë Nurien, po të lutem. Si që ka dhe kjo? Të lutem. Nëse do të kemi me... Po s'kemu Që të që në parë. tërmeti 2019 ka vazhdo. Si që tha dhe kjo, atëherën s'ka gjë, shprehu, nuk i shprehu. Moskitur. Nuria, moskitur, shprehu, hadhen që ke. Me 600.000 lekë me paguj. Në 2023-shin, ra tërmeti tjetër. Tërmeti tjetër atë e plasarike dhe më shumë dhe që ati një prish komplet, vitë të shumë. Mos folni ju. Edhe bëra kërkesën, visha në këshaktu, në kanë që nuk të kërke. Vazhdova këtë bonusin. Vitin e parë, vitin e dytë, në 2024, më refuzun. Ka marrë të më bë kërkesën për zdutin. Në 2025, edhe bëra prapë, më kanë refuzu prapë. Ka marrë dhe kam bë prapë, kam folë, atëherë. Në 2026 e kam bërë, unë kam marrë që pyesja, oke, dëgjova që ai nuk qenë ka thëtë prapë. Unë jam me smun. Edhe doktoresha e din që më ka pas bërë vizita, her pas herë, e di unë kam një se mund të të rarë. Ma ka shumë zëtë, ka qenë kësë në kejme. Unë jam në të fistikalit, kam përfëtuar deri në dializë. Ka bërë seanca hemodializë. Nga shtëpia kam ikë, se shtëpia është e pabanueshme, tani shkojmë e shikojmë, him në brenda, a kam ikë për qef, apo kam ikë se më të rrezikon të jetën akute. Jam në përdi spitalve, i kam gjitha dokumentat se jam në vizitat në kontrol dhe çdo muaj. Unë nuk jam për të vizituar as në Klos në Borrego, jam për Tiranë. Edhe kështu që unë nuk kam asnjë lloj ndihme. Tani unë nga bashkia, taksat i paguaj, dritat si kur thoni që unë kam ikë, unë i paguaj çdo muaj, ja, unë tani, 5 i paguaj, muaj vjetor, që i kam të rregullta për çdo gjë,
Kur ishte puna e votimve, unë jam vetë smunë vetur si kam atë kam votu. Unë sot jam në mbështetjet e njerëzve të mi. Se nuk në Durrës, ha? Në Durrës, shkolla me Qiran nuk unë përballova, në Mësorri, nga shtëpia. Tani ku jeton? Jam te njerëzit e mi. Në Durrës. Në Durrës. Ato më shkojnë në hospitale, se me të nume. Nuk e i referohet bashkivës. Vjerën, ku e ke vjerën? Prit. Vjerën të ndale nga unë. Është banuse, me shpinë dhe jo. Me ka përlucë si jam e qartu. Zënë ka bërë kërkesë që jemi të vetë. Dërsa, vjera e kësaj që është e moshuar dhe që supozohet që nuk kanë marrë mbështetje nga ne, nuk ka bërë kërkesë. Se kam bërë, kam indum. E kam niktur. Pane Reqi, është ndërë në kostë mu, ka 15 ditë që është ndërë mu kam shpintime, ajo ka të vetën. Më thoshe se një banes, një banes po, nuk ka se kush pjesën e vetë. Ajo është e vetë nume, nuk ka njeri, është ke pija vetë në Greqi. Ka ikë në Greqi, ja? Ka ikë në Greqi, se nuk ishte po të rritë se po i bitë qatime. Qatime vendore. Para qatime në shqime. Kretarja, lëre Facebook. Ajo është në Greqi sot e bia e vetë, por ajo do të ta më shpejt në ratër, nuk e më përhet, i ka ta një kosisht, ose të nuk ta më shpejt. Po si ka për nga të hajtë mirë, të pjesë s'ka për ta marë. Nuk ka për ta marë, se nuk e marë, se ka që ati që i marë në ti, nuk ka për ta marë ajo, e shke zandri. Edhe kështu që... E kemi 7 ditë, në moment që bashkia nuk ka shtëpi të moshuar, mungon shtëpia asile, e ka shërbimi sociale në shtëpia. E ti dhe një qatë vjetë e desha ta Po se dhe mo e në tjetër, më. Po që i përgjeri ditë si pra. Unë dhe vjetë u kam thonë, ishte rati të djerës, kje qelën që e latë atje, pas të rehume, ku ju përsërit të shqimë të kabime, ku që do probleme, ku që do. Vajzë në desha të them, nuk desha t'ja për publiku, po të mjem të thakë. Dhe do esha edhe shumë mirë. Mu gësas një patëra para Liza ku ishte në gjimnas? Tani, E ka si e gjimnas ashtu, po nuk është temke që duhet... Po jo se duhet tani, nuk ka marrë të qërafa. Probleme sociale, ekonomike, shëshërore të qitë. Ju lutem, mitë që ka mund të puna, janë mitë që ka mund të puna, dhe një shëndetësore pyra është private. Mund diskutojmë për atë. Nëse nuk ka role doktorash në shkollës. Nga diskutime të tjera? Po ka mund diskutime për të bëjtë dëndi. A ka vështirë që folë gjetë dhe ma unë? Po vjen ti. Ullu, se është për të qetë renale ajo. Pa me aftë shmëri Po jo e mos e di sa të do vësa. Gjendi të Unë kam dy gjëra shumë thjeshta. E para, duke i hedhur sa i listës këtu, nuk kam kundër asgjë kundër asnjë personi. Po normalisht duket që është një listë po me ndërhyrje, nuk është po ashtu siç duhet. Edhe për ta, mendoj se e para ne duhet të marrim përgjegjësi morale që e kam punë. Edhe e dyta sepse nuk është një listë ku ne mund të bëjmë favore. Nuk e i bojë gjysmë e kanal ma tepër apo duke bërë gjë tjetër. Kjo është një sektor që mund të dhem shumë, personalisht. Më dhem jashtëzakonisht shumë. Edhe ftesa është që bëhet sa më mirë. E dyta nuk kuptoj arrogancën e këtyre këshilltarëve të PS-së. Nuk e kuptoj, domethënë absurde. Dikush është duke fol me përgjegjësen që ka këtë punë, duhet me ndërhyrë. Nuk e kuptoj pse nuk. Po çfarë do të ndërhyrë? Kush do të ndërhyrë? Nuk paroj ajo që duke fol, gjithë jemi këtu jemi një lloj. Kemi kosa të të. Kemi, nëse nuk kemi kohë të mbrap nesër. Na për këtë na votu për me artu. Nëse nuk kemi kohë, çfarë është kjo? Për më përgjigj në emër të institucionit, nuk kam punë me ju. Kam punë me ata. Kam punë me drejtues të institucionit, nuk kam punë ju një lloj si unë. Ose do të këtë arrogancë që çdo mbledhje këshilli gati hidhen ju për mi dhënë përgjigjen e emër të institucionit. Është arrogancë, se ashtu thon diçka që mbledhja, domethënë protagonistë. Prapë jam thosë tani është arrogancë, po jo me lej përgjigje ty. Jo, është diçka që do të thotë 50 metra të vogël, 50 metra. Ja,
Ora unë Këtë të ktheva përgjigje për ato që jo, a ka mundësi të bëre në fjalën time si çka ti rreti? Po kemi po. Mos ka marrë të Vazhdo, kemi po. vazhdo. Kemi po. Jo, vazhdo. Kemi komi akushta. Pra, në që, a kam ndryrë në njerë por duke po në një? Ne kam respektu, të mbarë e vendimin e dhe, se tu nga përmendon mendimet tona. Ne nuk jeni ekspert. Edhe unë nuk komunikoj, nuk debatoj me shqiptarët. Nuk debatoj, kam punë dhe instruksionin. Dhe nëzojnë nga dy fjalë, nuk kam asnjë gjë konkretisht kuptimin e një emri apo një emër tjetër, duke jemi në sy po ta përsëris që për mendimin tim është një dosje që duket që ka ndërhyrje pa gjëra, sepse për shembull shohim ty 6 anëtar, shtëpi 1+1, ne dimë që janë kontrata fiktive, sepse 6 anëtar 1+1 është shumë e vështirë me lejtë para, apo jo? Si mendon? Rrido? Edhe po, ora më kom edhe rrinë, po do të thonë me siro. Po di shumë mirë që është një kontratë fiktive. Ne vazhdojmë të kontrata që personi lidhni, nuk mund e lidhun në kontratën. Në kontratë ka të nënshkruar 1+1. Kjo është shumë e qartë. Çfarë bëj unë? Jo, ti s'kesh më. Ti po thua që bëj efektive kontrata. Jo, është fiktive. Jo, ne po ta që mos çra mos dhe çra ton. Nëse këto dy gjëra kisha. Faleminderit Leti. Ka diskutime të tjera? Po ka mund diskutime. Da nis nga delegentit e punit që Fatoni Karagjoza të ose merr një atë. Ndërkohë po e bëj. Ka shumë mirë me ato se E para u gjet ju përgjigja këtë gjë nëse u përgjigj që këtë dhon të punë inxhinieri. Po është sa përgjigje. Të përgjigja apo gjë tjetër. Që sa po është fona ça përgjigje. Interesoj që nuk them të gjëna, ti e dëgjon edhe unë e dëgjoj. Unë bëj të gjëna po ti gjëra që intereson mua. Unë e profesionit, jo për gjë tjetër. As nuk më intereson profesioni, jo. Atëherë mos më bëj se çfarë përgjigje mund të fal. Jo, përgjigje absolutisht. Të miralla për ti. E para e dyta. Me lidhje me projektin tim. E botë të Sarniezit ta bëj çitje nuk kuptoj se pse e botë. Jo, kontrati. Më vjen keq për to. Tani ti prano. Ti do bëj shapoja Lista o bosi mas dokumenta. Çfarë interesa të thuajo? Ska lajm në përfaqe të Facebook-ut? Apo ska përcjellje për vallet ajo? Lodiana të lutem. O Lodiana të lutem. Thuaj se bësh lajke në porë. Lodiana, na marrë tani se të shëgjuam. Po jo po më thotë se po më Të lutem, të gjoj edhe përgjigju në fund. E para ka i komisioni që janë 5 veta, tu që janë përzime dhe nga ana e fushës njohurive që kanë. Kjo lista që është mjaftuar. 1. E dyta. Këto kontrata që përmend ju 1+1 20 metra, 50 metra, 100 metra katror janë kontrata me noter. Noteri se shpikim ne as ja vënë në datat se tani edhe kontratat me noter bëhen online. Edhe ato e zgjedh familjari se ku e merr dhe se sa metra katror e merr. 2. Si s'ja vleo se të diskutoj që fut kot tjetër. Çfarë që vjen jo të sa të kuptoj në diablë? Po pra ne kemi. Ne atëherë me qenë ne kemi Bashkia ka marrë mandatin në 14 qershor 2023. Deri në 2027 populli i Klosit ka votuar qeverisin Valbora Kola me atë shumicë që ka. Atëherë do marrë përgjigje. Ti diskutoj për projektin tim. Po më letra fonde jo. Bashkia e 20% të kësaj shume. Ti avokati. Apo nuk e dini këtë pjesë. E lexu. Pse nuk e këtu? Po është pse nuk e këtu pra? Po janë këto dy gjëra që në Tjetra. Lëre Klodi të përfundoj të lutem. Kishe propozime. Ti mos e thuaj. Unë jam këtu, lëre të përfundoj votim të projektit tim nesër. Nuk kanë lënë. Jo më mbrapsht këtë vota, me këtë se do t'ja se duan. E këtë vota mbrapsht shumë plot. Po jam prit një rast. Po prit rasës po marroj. Ky projekt vendim, më që ti e solle, po patjetër që do të diskutoj. Po si nuk do të diskutoj? Po. E diskutoj sa Ti po pron diçka të padrejtë. Sa duhet, unë jam i zgjedhur për popullit si diti vazhdo, drejton prokurori, mos u nalni gjithë ditën, mos e rani Jepën timin tonë. Të ditës. Drejtë ka burr. E di sot, të lutem. Ti solle një emër, ti solle po një personë të di kjo Reçi dhe një emër e solli kryetarja që është rast për të dëmtuar që kanë pa dhe për mendimin tim o asnjë
për mendimin tim, se merr emra pa mësën situata. Lista të kaloj me 114 tema, që 12, me 2 emra ndryshime, një që solli Klodiana, një që solli Vuetarja, edhe tjetër votim. Këtë mendim kam unë përfundimtar. Pastaj kush e voton, kush se voton pjesë tjetër. Kemi diskutime të tjera? A kemi diskutime të tjera? Po ka dhe më tjera, po ka dhe më tjera. Pastaj, po e bloki. Ta hedhim në votim me 2 emra shtesë. Atëherë, kalojmë në propozim kërkesën e Edisonit. Propozimi ishte që Nuk e di eksakt. Nuk e di. të rishqyrtohet dhe ta Verifikohet lista. pasi javë shku tjetë kohë. Do na bjerë që ta, me ta që pa ta, që do të ta Kush është dakord për propozimin e Edisonit? Që ne vazhdojmë dhe shkritemi me njëri. Kush është dakord? Keni vota një minute. Erion. Nuk ka fat. Asa nuk ka lot ditë të Po jo më të rishëkohet. Të lutem, hedhim në mirativ propozimin e Edisonit. Ka plos. Në që se ka afat, afat të ligjore, për fatë në shumë si lisë, ligjët si lisë original. Nuk ka. Ajo të ligjët, se s'ka afat. Prandaj unë po e hedh dhe keni unë në dorë miratoni ose jo. Po pra të ndima, ka afat apo jo? Unë po e hedh në propozim vota Edison. Vetëm votin kemi pro. Ata hedhin një herë propozimin e Edisonit, kush është pro? Por në qoftë se votoj propozimin aty do të dihet fare se ki. Po nuk ligjet me nuk ligjet me dorën tani. Po jetë Kush është pro propozimin e Edisonit? Ju lutem. Kush është po që shara? Ka fate pra thotë. Deri më 16 ja në ministri. Po për 16. Po ja të ke prefektin e ministrit këtu ke ura. Ju lutem, hedhim në votim propozimin e Edisonit. Kush është pro? Kush është pro për Edisonin? Pro për Edisonin? Pjeku është propozimin e Edisonit. Jam pro, nuk jam pro për pjesën e kësajta, sepse kur vinë këto, vinë me letra katrore, jam pro për këtë listë sepse i njoh emër për emër, i kom prek çdo familje, janë këtë halëgji, është bën dha e dëshira e mirë për me ndihmu dikon, nuk e di pse jena të gjithë bashkë, i njohim të njerëz, jena për përshime. Na vjen keq për atë modën tonë që jemi aty më atëherë. Po ajo me i drejtoj emra. Kryetare. A vje, kryetare. Përsa kryetare, me kryetare të bashkisë jenë bashkisë tim, ke mundësi që emrin e asaj. E futëm, ai jeton në Durrës. E di që të këto familje që janë me ndihmë ekonomike që trajtojnë këtu me ndihmë ekonomike dhe jetojnë me qira në bashki tjetër, unë e di shumë mirë në gjithë rastin në bashkinë e Dibrës që janë referuar bashkisë Përkatëse ku jetojnë këto njerëz që japin këtë ndihmë ekonomike. Që këto bashki e bën. Kështu që jepet për mua tjetër në listë të shumë të tjerë. Edhe të partisinë në të gjithë me emra. A i hedhim në votim? Cilët tani votim? Lista me 2 ndryshime. Pro? Kush është pro? Dorën lart, ju lutem. Kundër? Abstenim? 2 ke kundër, të tjerë ke kundër. Ka nevojë për ndryshime të tjera dhe vështrime të tjera. Fillojmë me pikën 5 të rendit të ditës shërbim dhe miratim projektimi për shtesë në buxhetin e vitit 2026. A di të lutem? Kjo shtesë është një rezultat i fundit të trashëguara nga viti 2025. Dorë për të përgjithshme të
për vitin 2026, 262, 124. Në të ardhur nga ambasada japoneze, që ka qenë për vlerën 1 për kanalet televizive, i cili janë vlerë, por fundi vitit 2025 nuk është nuk është detyruar për 6 milion 727 Në të ardhur nga Bashkimi Evropian për shumë 26 milion 694.661 Dhe kjo është nga fondi i performancës 3 milion 836 dhe 22 milion 830 për projektin për andarimi të rrënde nga droga. Është projekti për ndërtimin për rekonstruksionin për qendrën rinore që tek ambientet sipër të bashkimit. Atëherë, pjesë nga gjithë këto fonde të trashëguara për vitin 2026, transfert e pak kushtëzuar 56 milion 101.578. Atëherë, nga kjo është trashëguar fondi i ardhur nga granti i performancës, do të masi është miratuar dhe vendim granti i performancës sipas nivelit të bashkive dhe nga ky grant performancë nga buxheti i shtetit 3 milion 126.600 dhe nga financimi muaj 3 milion 888.826. Në total nga granti i performancës është marrë shumë 7 milion 34.893 dhe nga akti normativ numër 11 në datën 19/12/2025, të cilën kishte miratuar, është sjell transfer të pakushtëzuar 9.294.417 lekë. Dhe kjo është përcaktuar në mënyrë të drejtë për drejtë në kishte detyrim e bashkia për shtyrjen me prioritet për delimitën. Atëherë ne detyrimet nuk është se kemi të trashëguara, gjithmonë kemi shkruar korrekt pjesës që faturat e mëparshme janë rikujtuar gjithmonë përpara. Atëherë detajimi i këtyre fondeve është bërë kryesisht sipas zërave që është trashëguar zëri bashkë me lekun. Për shembull, sistemi asfaltiv rruga Belu-Mjatet, Durrë Madhe Mishtër dhe kjo fuqet rrata Darma në shumë 24 milion 500.000. Ishte fondi i planifikuar për vitin 2025. Dhe tani, në qënë se është në fazën që lidhjes kontratës, trashëgohet edhe fondi. Pjesa sistemim asfaltiv rruga Shllak-Burivar. Pjesa financimit 30 milion lekë që ishte me grant është planifikuar në buxhetin e fillimit vitit dhe shuma 24 milion 526.796 dhe përfundon, dhe më thani gjithë financimi i kësaj, është me të ardhurat të trashëguar. Pjesë tjetër, në vikqyre ndërtim kanali Badinës për fuqet dhe përlaudimi janë pjesë në thonë që është vazhdojnë dhe trajtohet edhe përsëri lekun. Bashkëfinancim për ndërtimin e qendrës shëndetësore të Zipër, edhe kjo vazhdojnë dhe më thonë si sa është në dorëzim për arsye, më thonë, që është bërë bashkë me shoqatën dhe është në momentin e dorëzim. Regjistrim pronash publike kishim planifikuar vitin që kaloi 2.600.000 dhe nuk është arrit që pohet procedura dhe po pra kemi trashëguar në mënyrë që të vazhdojmë të pronas publike për bashkëpunës. Në qyrje përmirësim banesës komitet për projektin e vjetshëm janë biqyra dhe kollaudimit të pa livruara. Është edhe pjesa e udhës së ketës, ju përmirësimit. Jo, unë thjesht e referova o kujtova këtyre. Jo, po të mundoj e kalume e problemet e kamarupo. Edhe të tjerë. E mbajtet me Të lutem. Merrni ai me përfundoj. Ulo atje ke koridori. Ulo atje. Nuk prita dori po. Pjesa tjetër është e udhës së ketës, që kemi planifikuar dhe në vendim këshillit të cilin e udhës ketës. Pjesa nga fondi i emergjencës që ishte në vitin e kaluar, trashëgohet për këtë vit, dhe pjesa nga fondi i ministrisë kur bie fondi i ministrisë që vjen në mars, do të thonë për ndërtimin e saj bashkë me qytetin e përgjithshëm, dhe kemi planifikuar rekonstruksion ambienteve të ish reparti kushtarak për sektorin zjarfikës. Pasi do të thonë është bërë me certifikat reparti kushtarak në pronësi të bashkisë Kamanoti. Dhe të bëhet ambiente zjarfikëse në mënyrë që pjesa e zjarfikëse të rirohet që të përdoret për nevojat e tjera të bashkisë, siç planifikohet, që të dalë policia sipër dhe që të mund të arrihet të zgjidhet në vend të çerdhe. Kemi marrë që domosdoshmëri. Rast për kaluar të kishit financimin ambasadës japoneze,
të trajtuara deri në makinë pastrimit. Për arsye se pastrimi është problem, makina ka pasur dhe bëjmë mund deri në një ditori për transmetim. Pastaj një pjesë e zonë edhe sekuestra, që kemi mendonë që në zonë sekuestra për shkak të një vetimi gjyqësor që vazhdon në gjykatën. Zërat të tjerë janë zëra të trashëguar, janë oferta specifike që thonë si arsimi parashkollor, kryore, dhe gjitha, do të thonë detajohen të gjitha shkërtësit nacionale. Faleminderit. Pra diskutime sa i përket pikës. Po, Edison. Ju lutem, nuk jeni. Po, Edison. Cila është arsyeja që buxheti i Ministrisë nuk është përdorur i cilë dhe kanë transformuar atë. Atëherë, një arsye njëra sekuestra, që një shumë e madhe që mund ne detyrojmë ta lëmë vit pas viti lajmërimin, se ne në moment sa kemi hedhur buxhetin që miratuar më parë, kanë dhënë sekuestra, pavarësisht se ne nuk i kishim çuar në zonë të ndryshme ligjor. E dyta, pjesa tjetër është klasik mbartën investime. Se nuk është arrit për shembull si rruga Belunjate që vazhdimi, dhe këto janë shifrat e mëdha që e mban. Asgjë në kurrë do thonë që të ngel diçka që ka qenë asnjë faturë e mbartur nuk është përveç atyre që kishin financimin për 26-ën. Si rruga e Burit Bar që ka detyrimet në sistem, është për arsye që ishte e planifikuar. Pyetje të tjera se diskutime? E hedhim në votim? Pro? Kundër? Abstenim nuk ka. Jemi në pikën tjetër. Shqiptim dhe miratim projekt vendimi për shfuqizimin e vendimit nr. 53, datë 30/09/2024 për mënyrën e autorizimit të Agjencisë së Funksioneve të Patransferueshme në Varësi Bashkisë Los dhe zhvilljen e funksionit të Agjencisë së Funksioneve të Patransferueshme. Ju lutem qetësi. Dhe një numër që nga mbeti e kemi marrë dhe në projektin që ta arritja me Bashkimin Evropian, që kanë bërë dhe tek një relacion. Një numër 3 që është projekti menaxheri dhe një projekt menaxher. Për kushtuar është për efekt menaxher. Ka diskutime? Po Edison? Ka mundësi që pari vitit ka që miratuar masë vitit parë. Ishte nevoja, tani s'është nevoja, bashkia po bën eksperimente, krijo i heq. Pra, atë do vazhdo të kur gjatë vitit ka problematika. Në menaxhimin e situacionit, edhe pjesa e bojave që funksioni atyre ishin më shumë të deleguara, dhe këta deleguara të kërkojnë kompetencat gjithmonë direkt bashkë të titullarit dhe u hasën vështirësi në zbatimin, siç është PVMT-ja, se gjithmonë kërkohet miratimi nga titullarit dhe strukturat ishin drejt titullarit ishin 3. Unë një ndryshim po duhet mirë menduar. Jo, e po sot e heq nesër. Tani Sa e strukturë nuk është plotësuar 100% që vjetë, në pjesa të Vendime historit jashtë, vendime, shpretare, vendime, konsultori, është i njëjti këshill, është e njëjta kryetare. Okej, nuk kanë funksionu. Ka funksionu, Floderi? Jo, po e pranon vetë që është, nuk është funksionu dhe... Ka funksionu? Nuk ka funksionu, pse ka ndryshim? Mungesë të burimeve njerëzore, po largohen, edhe kemi mungesë të burimeve njerëzore, nuk plotësohen sektorët përkatës për të kryer shërbime. Është funksionit për atë që tani ka pjesë financiare. Dhe që nga të kërkon që të shkak ndalohesh të janë në drejtën e komunitetit, ha? Buni eksperimentale, apo nuk ka një asë ndryshime në komunitet nuk trajtuar në progjekt nuk trajtuar. Mund të rëzina nga bjërnë e kësaj. Është viti ushur, apo të çfarë? Unë ka vazhduar në sot të shumë atë nga diskutime të tjera, ka diskutime të tjera. E hedhim në votim? Pro? Kundër? Një kundër. Jemi me pikën tjetër, me pikën 7. Atëherë nuk është një përgjithshëm, me bashkimin nga një palë të shqipë të abonë dhe një nëmën e përgjithëm, plus nëmën të
Dokumenta për pagët minimale, dokumenta numër 776/2025 që ka ardhur pagën minimale për rritje. Të gjithë pagët të cilat kanë qenë 90.000 të shkojnë në 50.000. E kam bashkëngjitur për fundimi ka qenë bashkë relacione. Po. Nga disa vite është ajo pika e fundit është Bashkimi Evropian që kishte këtë që shpjegoj pak më parë për funksionin e tre punojësve, të cilën ne nuk e kemi shtuar për kemi ndalur vetë bashkë. Parë me ka diskutime në shumë. E hedhim në votim? Ka kundër? Jo. Vjen me pikën 10, shërbim dhe miratim për ekspendimi, miratimin e kërkesës për ligimin e procedurave dhe kalimin e procedurës bashkisë PLOS. Pronat që administrojnë nga Ministria e Mbrojtjes të drejtorin e bashkisë PLOS. Po. Miratimin e kërkesës për ligimin e procedurave dhe kalimin e procedurës bashkisë PLOS, pronat që administrojnë nga Ministria e Mbrojtjes të drejtorin e bashkisë PLOS. Në zbatim ligjit qetë regional 2018 për Qeverisja vendore në nënin 36, në nënin 24, ligjit 8724, drafti 2/2001 për transferimin në programin paguajtje publike të shtetit me njësitë e Qeverisë vendore në nënin 3 dhe 5, ligjit 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare në Konsilin e Republikës së Shqipërisë në nënin 36, kërkesa së Ministrisë së Turizmit. Biri pak më shkurt se ne kemi pas. Biri pikat kryesore sepse ne kemi pas ose projekt mendime kemi shkruar. Ku do të pronto do transferohet? Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për zonën e Ishte Parti Kushtarak, Zbuj, fshalli Guri Bar. Pronë e cila është e inventarizuar në inventarin e Ministrisë Mbrojtjes aktualisht dhe me dokumentacion të plotë nga Ministria e Mbrojtjes. Për nevojat kjo është një procedurë që ka nisë që në 2024 në kërkesë nga ana e bashkisë drejt Ministrisë Mbrojtjes, si pasojë e pasës një pronë për aktivitete turistike për zhvillimin e zonës për ambiente që mund ta përdorim për ambiente kreative. Ministria e Mbrojtjes na ka dhënë okay për vazhdimin e procedurave dhe kjo procedurë ka vazhduar drejt ASHK-s. ASHK-a na ka kërkuar dokumentacionin që ne do t'i paraqesim për vazhdimin e procedurës që kjo pronë kalojë në profil bashkisë PLOS. Kjo pak a shumë është për mbledhja për cilën bëhet fjalë, që mos ta zgjasim, është edhe një tjetër. Po do kalojmë tek pika tjetër. Po. Është gjithë më vete pika tjetër. Ka diskutime sa i përket kësaj? Vetëm kjo pronë. Është edhe një tjetër që do ta sqaroj. Është një vete. Ka diskutime sa i përket? Pa mund. E hedhim në votim? Do ta vëzojë. Që me sa lexova dhe pasha aty që mendoj që duhen janë fill. Është pika tjetër që do ta sqaroj. Është pika tjetër. Kjo ishte i Guri Bar. Kjo është buja. Ishte Parti Kushtarak. Një sekond. Me çfarë motivi ishte transferimi që do të bëjë një atraksion turistik atje? Për zhvillimin e zonës për atraksione turistike. Prit, një sekond. Më duket i çik si e palogjikshme që të kaloj për se nuk e arrin bashkia që ta administroj dhe ta kthej në Si pasojë për mos në si pasojë që nuk i nevojitet të Ministrisë Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes ka kalon aftësinë dhe na ka dhënë drejtën të kalimit të pronës në proces të bashkisë PLOS. Që çfarë qëllimi ka bashkia me? Që menaxhor ose të kalojnë në pronësi. Interes. Për zhvillimin e aktiviteteve turistike të zonës. E hedhim në votim? Ka kundër? Vjen me pikën 9, shërbim dhe miratim për ekspendimi, miratimi i kërkesës për ligimin e procedurave dhe kalimin e pronësisë të bashkisë PLOS, pronat që administrojnë nga Ministria e Mbrojtjes të drejtorin e bashkisë PLOS. Bëhet fjalë për një sipërfaqe shkure, 17.122 metrë katror, me vendodhje në njësinë administrative dhe suq pranë rrugës së Luzës. Kjo është një pronë me cila kërkohet që t'i kalojë bashkisë PLOS për efekt sepse do të ndërtohet stacioni i përpunimit të mbetjeve të ngurta dhe mos pasja një sipërfaqe të madhe që në nëvritë për plottimin e këtij stacioni,
Kemi bërë kërkesë në Ministrisë Mbrojtës, pasi edhe kjo pronë është nën administrimin e Ministrisë Mbrojtës. Kemi bërë kërkesë dhe na është dhënë drita e shile që kjo pronë të kalojë në pronësi të Bashkisë Klos, për efekt që të ndërtojë stacioni i përpunimit të mbetjeve të ngurtura nga KFV gjermane. Prona është 17.122 m2, kemi dhe hartën të rebusën. Përpunimin e mbetjeve të ngurtura? Po. Që thonë mbetjet të ngurtura? Falni pyetje. Që do thotë mbetjet të ngurtura fakt? Mbetjet të ngurtura mbetjet që nuk dekompozohen. Për shembull, Shishe, mbetjet, gjitha mbetjet që nuk dekompozohen nga gruposja. Lidhet përpunohen atje. Shumë mendoj. Në qoftë se nuk ka një menaxhim të mirë, unë po them diçka, se nëse është punë do të jetë jashtë nuk lejohet që ndërkohë një gjë të tillë për shkak se është lumi i afër dhe zona e banon. Janë zona Nëse i kalon bashkisë janë shumë dakord pjesën e depozimit mbetje. Jam të thonë diçka. Bashkia pra kërkon. Bashkia po ja kërkon Ministrisë Mbrojtjes për këtë qëllim, që të ta kthejnë në Latvia. Am kupton? Unë nuk po flas. Nuk jam për Se kemi po ta marrë nga Ministria e Mbrojtjes të Bashkisë për procedurat e tjera të kalojnë. Nuk jam dakord me Ukrainën, po e them se Ato pra sqaroni. Ato pra sqaroni. Atëherë sot hapi parë sipas Hapi parë se këto vetare. Kjo pronë i lejon vazhdimësia e procedurës. Çfarë them diçka? Unë atë pronë nuk më ditë se është pronë e dikujt atje zonës. Ata jetojnë familje realisht. Edhe kanë pasur familje këtu. Au kanë ditë. Po fal. Ne i thosh atë që thamë gati dimër çupi. Nuk ka fjalë për ata. Aty poshtë. Pra gjë po të kenë, sepse kam harë këtu. Edhe ne deri sot unë për vetëm them unë nuk di çfarë zonë prona aty. Unë privat dhe nuk është ashtu. Në çështë të ketë një interesin e parë të shkuar e komun. Pa analizuar partën. Një që fërgëndohet nga dërgjisë nuk mund të Kemi dhe informacione të kartës. unë që shumë që një të prode e bashkijë. Për pjesën e mqetë në i kena një zonë. Të më të dhe i zonë për qështë. Pjesa ka aty të kthesa po. Jo. Atëherë, më thënë, pas së shkurtoj, ky është sot është vetëm plazimi në qëllimi nuk do ta sillojë, nuk do ta bëjë shkurtoj në vajzë. Shria ka të indërgjë. Do ta bëjë do ta bëjë Se do të hapi konflikte si çfarë do të ndaria e këshillit tjetër. Me hidrocentralin, atje që do të Jemi të ne të qartë deri. Patjetër. Sot është kalimi nga Ministria tek Bashkia dhe për landfillin do bëhet një tjetër projekt vendim, apo janë të dyja që po kalojnë të dyja bashkë? Ose janë të dyja për vazhdimin e procedurave që vazhdojnë që shkojë te prefekti ku do shkojë. Edhe kjo procedurë i hapet rruga kësaj procedure për vazhdimin e procedurave të tjera për na shërkoj që prona të kalojnë prodhim bashkisë këto. Vetëm për pronësim. Po, vetëm për pronësim. Kur do bëhet landfilli do jetë një tjetër projekt vendim. Pastaj ne kemi të drejtë. Landfilli nuk i përket sektorit të pronave publike. Ai i përket sektorit tjetër. Unë mendoj që do të jetë një projekt vendim tjetër dhe ne do të shkojmë në dëgjes publike me komunitetin. Që sot është procedurë. Vazhdimi i procedurave. Logjika është e tillë. Bashkia ka proponi pro Ministrisë së Mbrojtjes
me një qëllim caktuar. Se nuk mundi thotë ajtë ma falë pak se s'ke. Pastaj qëllimi ka hapat e vet. Jo, ti ke morë me një qëllim caktuar. Nëse bashkia do ta morë këtë provë, do ta mbledhi hutra. Ministri thotë jo, ti pse? Do të morë një hutra. Ti e ke morë me bolan fill. Më kupton? Kështu që bashkia është e detyruar që të zbatoj arsyetimin që i ka dhënë Ministrisë së Mbrojtjes për ta marrë ta, për ta marrë të provën. Pra, ajo që ne do të miratojmë sot është drejt për drejt, jo vetëm kalimi. Është për një fond që do të bëhet kanë filli, se për ndryshe nëse nuk e bë bashkia, Ministri thotë se nuk e bore, se ti më ke kërkuar për këtë punë. Mendoj që do Jo, nuk mendoj fare për dorë, s'ka çfarë mendu. Do të thonë, ti mund të mendosh sa duhet, por kjo është e vërtetë. Ishte një mendim i imi si ju. Jo, më fal sa marrë. Atëherë, unë mendoj që këtu ne këta do ta shtyjmë patjetër. Absolutisht për mendimin tim. Jam absolutisht kundër. Do ta shtyjmë patjetër, do të bëhen dëgjesa publike dhe nuk mund të bëhen dëgjesa publike pasi të jetë marrë kjo vendimi. Dëgjesa publike duhet bëhen para, sepse ne për këto dëgjesa publike jemi akoma me ato probleme që të gjithë i dimë. Edhe e para duhet të dëgjojnë njerëzit. Nuk mund unë për atë jam absolutisht kundër, jam për me shtyr sa më shumë, sepse kjo është e zeza në barë, kuptohet. Ma e këtë prunë ta bëj këtë gjonë, nëse ti nuk e bën këtë gjonë, atë e thotë se nuk e bore, se ma ke përbu për kam. E në parë që kina thonë? Pastaj, fali një sekund, lanë të fillë të ashin gjithë me ljonin e ti. 20 metra bëjnë atë. 20 metra! 20 metra më josh, mondi e shef pikë shpje vetë atë lanë të fillë. Lanë të fillë të konë lartë komunitetit, pjetëve të banuve, lartë rrume, të marrë në ministri e Lini po destinacion. Jo, nuk mund të mirë me. Të vini kërkesë tjetër. Që t'i kaloj bashkisë po. Normal, por nuk kalon ndryshe rezultat. Jo, se jo. Mendoj edhe për çfarë kalon në destinacion të s'kalon fare, në rregull. Absolutisht si kalon. Si ti thon bashkia pa fal, po s'ke share po. Po, më se apo ju. Të kërkesë të duhet të kërkesë për atë zonë. Jo, po është tjetër, no? Është tjetër. Objektivi për çfarë e don? Pau i dërguar. A le të turizëm në shqesë u bom për turizëm në Komision Turizma. Këtë turizëm. Në fuzë këra këtë tuks, mo. Të shumë se kështë po më ndori. Po dhe shumë mirë që bashkia ta mori. Unë e ditë se është në pronë të dikuj tjetër dhe këtë zona jonë është pronë e Armando, se në zonën ti të pyson, a ka banesa atyra? Jo. 100 metra vjerore janë të 15 shpi, po. Si për kodër. Ato të kodër. Ato në kujtim lartë? Jo, shkors. Në shkors? Pra shkorsën e në nisë nuk i bon të hu, po të në shumisurin në të tjilë. Nuk bëhet fjalë për landfill. Është stacion transferimi i mbetjeve të ngurta. Që marrë landfilli mi t'ja thonë nemi se ne nuk e dim asnjëri sa po shumë. Landfilli besoj që ka kuptim tjetër nga stacioni. Ne dhe mori me mbetjet. Ke mos e bëj për një problem me kurdosh. Jo, po ta shkruaj. Ta shkruaj atë i Ta shkruaj në shok, ta shkruaj. Por mund ta bëj faktë. Kështare, hajtë nuk në me valore të bëjë në rrinë e Vendimi ime dhe vendimi ime dhe edhe kryetarës është të Tarisielli dhe Tarisielli muar si provë, pastaj për më përndje të njerë si projekt vendim ku në që Për shembull, kryetar, më fal. Kryetar Martin, kam asgjë punë. Nëse vjen një dokument mund tjetër edhe thonë. Bashkia i bën kërkesë sepse nuk po e përdor një to Ministria e Mbrojtjes dhe duke qenë se nuk po përdor ta ketë në pronat e veta. Pa qëllimin përfundimtar, nga ajo që mori bashkia prona. Nëse ka qëllimin brenda, dhe ky është qëllimi. Ndryshohet pra.